borxhi në shariatin islam konsiderohet prej veprave të bamirësisë dhe nuk jep borxh dikujt, vetëm se ka bënë një bamirësi të madhe, madje edhe një formë të sadakës. Është e vërtetë që s'po ja jep për mos ia kthima. Mirë, po vetë bllokimi i një pjesë të pasurisë ose bllokimi i parave të një person për një kohë të caktuar nënkupton se ky po e lën veten keq ose po dëmtohet në një farë mënyre për me i bë mirë dikujt. Padyshim se kjo konsiderohet formë e sadakës, formë e bamirësisë dhe si e tillë, borxhi si i tillë nuk lejon që me pas kompenzim. Çdo kompenzim që mundet me çdo interes i kësaj bote që mundet me rrjedh për i borxhit, nuk e toleron shariati për arsye se Allahu dëshiron që borxhi me mbet vepër humanitare, vepër bamirësie që njerëzit përmes borxhit edhe me ndihmë të tjerëve, po edhe me fitu shpërblime në botën tjetër. Normal me fituat mira edhe këtë botë. Mi po kur themi në botën tjetër është për qëllim që atje na duhen më tepër. Atje kemi nevojë shumë më shumë për vepra të cilat na shërbejnë edhe me to Allahu i lartësuar na shpërblen ose na mbron prej dënimit të tij. Rregull tjetër është se feja islame ose shariati nxit me dhënien e borxhit. Kemi ajete të cilat flasin për këtë çështje, mirë, po kemi edhe hadithe të shumta të pejgamberit alayhi salatu wasallam, prej tyre thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, men nafasa an mu'minin karbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Kush ja largon një breng, një dert, ja largon vllaut musliman, Allahu për shkak të atij derti do t'ja largojë një dert të botës tjetër ose ditës gjykimit. Më të vërtetë, të nderuar vëllezër dhe motra, me fol për dertet edhe sikletet e ditës së gjykimit është çështje me gjanë sa që është problem mu për mbledh në disa orë. Do të thonë derte edhe probleme të shumta sepse ditë gjatë, ditë llogarisë dhe ditë ballafaqimit me gjithë ato që e kemi punuar këtë botë gjatë gjithë jetës. Edhe tash sa më pak brenge, sa më pak probleme me të cilat ballafaqohet ditën e gjykimit, aq më të lehtë ka llogarinë dhe aq më mirë do të ndihet besimtari në ditën e gjykimit. E tash përmes borxhit, përmes dhënies së borxhit e ka një mundësi që kur i ndihmon dikujt, i jep borxh dikujt, Allahu i lartësuar më largon një breng edhe një siklet të botës tjetër.